Ka filluar karnavali tashmë vjetor për fëmijë, Kërce Fëmijë. Këtë vit, ndryshe nga vitet tjera, tendat janë vendosur në oborin e Pallatit Sportiv Shani Nushi. Ky karnaval, i cili është organizuar nga Service International, organizata amerikane me qendër në St. Louis, në bashkëpunim me Bashkësinë Familja në qytetin e Gjakovës, po mbahet për të 5-ën vit. Unë besoj që fëmijët e popullit të Gjakovës dhe të rrethines janë shumë të privilegjuar ta kenë një projekt kaq të madh për fëmijët me kaq shumë lojra, aktivitete dhe dhurata të pakufishme, domethënë që ata nuk mund të gjejnë domethënë çdo kund. Familja Perin nga Amerika janë iniciatorët për ardhjen e këtij eventi në Kosovë. So this event started in America. Eventi quhet Kërce dhe është për fëmijë. Ka për qëllim që fëmijët të kalojnë bukur në Gjakovë. Ky event ka filluar me iniciativën e familjes sonë, saktësisht babai tim, pasi ai i don dhe i respekton njerëzit këtu. Ai na tregoi neve për ju dhe prandaj ne që 15 vite jemi në Kosovë dhe për të 5ën herë në qytetin e Gjakovës. Shumë fëmijë të qytetit tonë janë pjesë e këtij eventi për shumë vite dhe ndihen të lumtur për këtë fakt, u shprehën ata. Në Kërce më pëlqen shumë, sepse ka shumë aktivitete të ndryshme, ka lojra, si gjithashtu ka pundore me dorë, ka ushqim të falas që mund të japet të çdo fëmijë. Këto fëmijët janë shumë të lumtur dhe bëjnë shumë aktivitete, ku ata kënaqen shumë dhe duket se është një ditë shumë e mirë. Ky karnaval ofron lojra dhe argëtim të ndryshëm për fëmijët e komunës së Gjakovës. Kemi bërë dhe punime të ndryshme, që neve na pëlqen shumë dhe argëtohemi shumë. Fëmijët e shtetit të Gjakovës do të kenë mundësinë të jenë pjesë dhe të argëtohen në karnavalin Kërce Fëmijë edhe nesër.